Kur Allahu Azza wa Jall cakton diçka për ty, ma e men mirë, caktimin e Allahut Azza wa Jall nuk ka kush që ndryshon. S'ka kurkush, hiç. Prej meleke, prej rasulve, prej kurkush nuk mundet me ndryshu caktimin e Allahut Azza wa Jall, përveç një diçkafet. Kjo gjë e ndryshon caktimin e Allahut Azza wa Jall. Kështu që e shef çfarë fuqie ka kjo para se me thanë. A din cila është kjo gjë? Duaja, lutja ndryshon caktimin e Allahut Azza wa Jall që ka caktuar për mbi 7 palqije. E ndryshon lutja jote. Lutu Allahun Azza wa Jall. Allahumma keqa ke caktuar prej asajna që më vështërsohet mu, lehtësohet. Lutu Allahun Azza wa Jall me lehtësu e me t'animu gjithmonë. Nuk ka diçka që ndryshon caktimin e Allahut përveç se duas. Kështu që lutu shumë o musliman, çdo kohë lutu.